identifikuar LDK-n me PDK-n dhe anasjelltas në mënyrë që të mobilizojë elektoratin e vet. Këto këtu në vlerësimin e përgjithshëm nuk bëjnë më shumë se sa një, do të thoya, një paraftyrim mosbesues që kanë për njëri tjetrin. Po. Dhe nga biseda që kishim edhe më herët me zonjën Gaxheri, u duken të hapur për të gjitha partitë tjera përveç se lëvizjes vetëvendosje. Dhe duket sikur të gjitha dëshirojnë që të bashkohen kundër një partie. Nuk e di as shumë strategjike kjo. Nuk e di. Nuk e kam parë akoma qëndrimin përfundimtar të partisë, nuk besoj që kjo do të jetë qëndrimi. Sa kuptoj që Lidhja Demokratike nuk do të ketë vija të kuqe me asnjë parti politike. Mirë, po thasë është shumë e vështirë me vetëvendosjen. Po tentojmë tha të mos krijojmë vija të kuqe për asnjë parti, megjithatë tha me lëvizjen vetëvendosje është e vështirë. Është e vështirë. Po nuk është e pamundur. Edhe fakti është që është e vështirë, s'ka dilemë. Edhe kallëzova arsyet. Por unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës në perspektivën time është partneri më i mirë për lëvizjen vetëvendosje dhe anasjelltas. Absolutisht jam i bindur. Nëse ndahen drejt resortet, nëse kërkohet llogaridhënie e plotë në to, edhe unë besoj që njerëzit e durë, të mirë që i ka LDK-ja, që janë të shumt, që meritojnë plotësisht respekt, do të mund të kishin treguar rezultat të jashtëzakonshëm edhe në qeveri, edhe nëse janë me lëvizjen vetëvendosje. Unë absolutisht jam i bindur për këtë punë. Sepse pastaj vihet në pa edhe puna e tyre. Apo jo, Kosova ditë i vlerësoj se duhet njerëzit që punojnë. Edhe jam për këto dini ju, keni pas zgjedhjet. Saktësisht qytetarët e Kosovës dinë të japin besimin. Dhe prandaj unë besoj që LDK-ja duhet të mendojë mirë. Natyrisht nuk po them që është e lehtë, sepse LDK-ja ka qenë në të gjithë të kohën prej koalicioneve. E përmend edhe një herë koalicionin e parë të madh me PDK, AK, me Iran mas luftës, është dorë të sakrifikoj, ka të pasur më së shumti pushtet. Gati sa kanë pas këtë partitë të tjera ka pas veç LDK-ja. Dhe dashur që për shkak të presidentit rrugova të ja bart kryeministrin një partie tjetër. Pastaj qeveria e pavarësisë në atë ku me presidentin Thaçi, më falni, me kryeministrin Thaçi dhe presidentin Sediu, që urxua jo shumë gjatë pas shpalljes së pavarësisë. Edhe atje u dëmtuan sepse dha ndërheqje, se lexuan se duhet do të erë thonën. Pastaj më vonë u bën ajo koalicioni me PDK-n e cila dështoi të thoya. Dhe këtu deri në 2018 kur zonja Osmani bëhej kandidate për kryeministrin nga ky subjekt, kur u këndell. Pastaj ofrua me lëvizjen vetëvendosje erdhën në pushtet. Pastaj harxuan qeverinë në pandemi, unë besoj që ka qenë në bindjen time, vlerësimi më i gabuar. Veprimi më i gabuar, sepse ndoshta nuk është lexuar si duhet. Dikush mund të thotë që ka qenë populiste veprimi i Kurtit, dikush mund të thotë që pastaj është maksimizuar lëvizja vetëvendosje nga ky moment. Kjo është saktë. Por në leximin politik është shumë e rëndësishme të bëhet një gjë. Nëse eventualisht qeveria ke dalë nga qeveria dhe je shku në zgjedhje dhe ke humb gjysmën e elektoratit, që ka ndodhur LDK-s nga 2020-2021, është tregues i jashtëzakonshëm që s'ke vepruar si duhet me gjithë aktorët që i ki brenda. Drejt në anën tjetër, Abdi Xhiku në një postim të tij tha përveç se falenderoi strukturat e partisë që e kanë zgjedhur për të rikandiduar për pozitën e kryeministrit, më pas edhe falenderoi edhe kërkoi besimin e qytetarëve në këtë zgjedhje, si dhe përmendi se është i hapur që të bashkëpunojë me partitë e tjera përfshirë këtu nismën. Apo i bie që tashmë sepse u lexuan fakt edhe u komentua ashtu se po kërkon një lloj ndihme nga partitë e tjera për t'u futur garës në këto zgjedhje, derisa Gaxheri tha se pikërisht kanë qenë këto partitë të cilat kanë kërkuar që të bashkoheshin listës së LDK-s. Kjo se hedh poshtë edhe faktin që LDK-ja ka interes me pas aty brenda. Shikoni, koalicionet janë dështuar shpesh herë, ose janë dëshmuar shpesh herë jo shumë të sakta. Për shembull, Nisma KRA ka dështuar, AK Nisma ka dështuar, sepse janë të jonatëshme. A mund të dështoj me LDK-n, duhet me pa. Nisma, dorajet Nisma dhe AK-ja kanë disa pikpamje të njëjta për çështjen. Nuk është se janë edhe shumë jo të natyrshme.